Përshëndetje. Hajtë ju kallëzën gjagje një prallë herë. Thonë se kur pushtoi Turqia, vendet arabe andaj, Egjipte, Arabinë Saudite, këto, ishe gjithë burët mbështellen në veledanin e mall, por ishin pa brek. Mirë po kjo I bani pak problem pranërisë Osmane dhe dha urdhën që burrat që gjenden pa brek të gjykohen, edhe do të nashkohen. E se kapen disa mënej, mos I nuk e zbatun, mas urnit I kapen disa. Edhe njanin e zerën gjyqët edhe I thonë, po ti, se kështu, se rrin pa brek, thot, më shellen ma të qarqaf. Edhe, si, sa ke kështu, se rrin pa brek, thot. Sa fëmijë ke, thot, kam një 60 e sa, thot, 70 gati. Ti vash, si me thot, 60 fëmijë, 70. Thot që, mirë ti, thot, po gruja, thot, si ka po. Thot, kam një 7-8 gra, thot. Në ka 10 fëmijë, thot, e ka 8 e ka. O, thot, bisedon në I gjykatësi, në I kryetari, kryqëzari bisedon me këta njëm, thot, si me japa, e thot, hajt me liru, thot, kës pasha pas ku me vesh brek. Hajt, del për hek për të qafën.